Bashkë me mu në studio është zotri Ismet Krasniqi, aktora, po që shënjohim ne Lala. Përshëndetje, mirë se erdhe, knatësi që jemi bashkë. Përshëndetje për ju, falinderit për ftesën. I përshëndetjem edhe shoqësit e radio televizionit juaj. Falinderit shumë, me shumë knatësi, sigurisht me ju pas studio, edhe me fol pak a shumë për juve. T'ju kthejmë pak edhe në kohë edhe të bëjmë një rrëfim t'juaj në përgjithësi. Fillimisht më trego çka jeni duke bëu këto ditë, çush po shkojnë zakonisht punët edhe gjithçka tjetër, sidomos kështu vikendeve, çka bën kryesisht. Po, në fillim po e tham atë që tha po kthehem dikur, domethënë njeri 2 herë bëhet fëmijë. Kur on fëmijë edhe plak. Kështu që unë kam mundësi me fol edhe për atëherë më bën si i ri edhe tash plak apet jem bën i ri. Po thu që qëndron kjo, a? Ja qëndron. Sigurisht se edhe në këtë moshë, çfarë jam unë, derisa më le shëndeti, duhet me punu, duhet me angazhu, duhet me punu atë që ma dë shpirti, që duone, ndërto që ma dë shpirti është aktrimi dhe krijimi, shkrimet. Dhe normalisht që merrna me tu, dhe kam projekte të ndryshme, mu më vjen keq, pe aty njerëzve që kërkojnë për me, e nuk kemi zotim ju dalë përballa me pranu disa projekte, sepse jenë projekte bukur të mëdha, ndaliherë nështë edhe s'muj me marrë përgjegjësinë, po megjithatë nuk ndalna duke punuar, duke gjëruar, edhe me dalë para publikut. Kur gjë mas po që dalë para publikut në klini thras, një grup njerëz dalë para ty në bëjnë një shfaqje. Po, pra tash te e din si me marrë zemra në publikut, po e thu dhe te veç dalë deri që ato edhe që ajo mjafton edhe të përmbush po besoj. Vetë pjesa me qenë para publikut të përmbush, sepse tash e sa vite jeni para tyre. Qysh është këndjenja? Tash, ndoshta kur e kujton, sa vite, kur nalesh edhe mendon, është ta bosh najherë edhe nostalgjik, sa të përmbush? Qysh ndihesh? Dikur, kur e shishe çka bëjnë njerëz mas aktorëve, mas këngëtarëve, edhe mendoja unë për vete, a kam jetë najherë unë që me pas kësi masë më dash njerëz kështu. Prandaj është ndjenja ma e mirë kur njerëz dojnë. Po në funit aktrimi o ushqim, ushqim shpirti. Dhe ushqimin e bëkati nëse nuk e hajnë musafer tu, nuk ju pëlqen. Do të me bëhat ushqim që ju pëlqen musaferve. Ne si aktor, gjithmonë do të me lu ato role që publiku i dënë, publiku i pëlqen, dhe kalojmë zemrat e publikut. Prandaj, knetësia ma madha, kur publiku dënë. E unë publikun e falenderoj dhe përshëndes, sepse më dojnë, më qimojnë, këta vlerësojnë bazë asaj kur dalë para tyre, po edhe kur jam në rrugë, edhe kur shkaj një shkollë, edhe kur shkaj një aktivitet tjetër, e shë njerë sa më derojnë dhe unë në te konstatoj që po më dënë publiku.